Do të përqendrohemi tani tek tematika sociale e këtij edicioni lajmesh. 24 biznese kanë premtuar mbështetje për fëmijët jetim. Në bashkëpunim me Fondacionin Fëmijët Shqiptar të drejtuar nga bashkëshortja e kryeministrit Liri Berisha, këto biznese do të ofrojnë ndihmë për fëmijët jetim që aktualisht po jetojnë në shtëpitë shtetërore të fëmijëve. Rreth 24 organizata dhe biznese të njohura në Shqipëri të fushave të ndryshme të shërbimit vendosën sot për t'i dhënë një kontribut në zbutjen e problemeve sociale për 31.000 fëmijë jetim në gjithë vendin. Nisma me moton biznesi në mbështetje të fëmijëve jetim është ideuar prej 2 muajsh nga kompania Eagle Mobile, e cila ka vetëm 1 vit që operon në tregun shqiptar të telefonisë celulare. Drejtori i Eagle Mobile, Ali Taskin, së bashku me përfaqësuesit e bizneseve që kanë përfaqësuar këtë nismë në ndihmë të fëmijëve jetim, lançuan në Hotel Sheraton projektin e tyre human, i cili do të mbështetet edhe nga Fondacioni Fëmijët Shqiptar të drejtuar nga zonja Liri Berisha. Eagle is not alone. Eagle nuk është vetëm. Të gjithë kompanitë e tjera partnere do të japin diçka për fëmijët jetim. Ato do të jetojnë në mënyrë të drejtë për drejtë, do të japin kontributin e tyre për këtë projekt, ndërkohë që ne do të koordinojmë më mirë ndihmën që do t'u jepet atyre, jo vetëm në Tiranë, por në të gjithë Shqipërinë. Ky është vetëm hapi ynë i parë, kështu që ju bëjmë thirrje të gjithë institucioneve dhe organizatave të tjera që të bashkohen me ne në këtë përpjekje. Do doja që të përmendja këtu mbështetjen e zonjës Liri Berisha, të zonjës Valentina Leskaj, të dhomës së tregtisë të Tiranës, Kufindustrisë, FIAS dhe projekteve dhe partnerëve të tjerë në këtë përpjekje. Kompania Eagle Mobile, nga ana e saj do të ofrojë këtë vit 25 bursa studimi për fëmijët dhe studentët jetim me rezultate të mira në mësime. Ilir Çunami, drejtori i Institutit Kombëtar të Integrimit të Jetimëve Shqiptar, parasi falenderoi kompaninë Eagle Mobile, u shpreh se ky takim ndoshta i pari këtij lloji në vendin tonë, iniciuar nga kompania Eagle Mobile, një kompani e re, vizionare në tregun shqiptar, ka gjetur mirëkuptimin dhe mbështetjen edhe të Institutit Kombëtar të Integrimit të Jetimëve të Shqipërisë, me qëllimin e vetëm për sensibilizuar mbar opinionin publik dhe në veçantë komunitetin e biznesit dhe sipërmarrësve privat, por edhe të institucioneve shtetërore, për marrjen e përgjegjësive sociale, për të kontribuar dhe zbutur sadopak fatin e jetimëve shqiptar. Kryetari i dhomës së tregtisë së Tiranës, Gjokul Dedej, në emër të biznesit premtoi se do të jemi pjesë e rëndësishme e kësaj iniciative në formë të drejtë për drejtë, por edhe përmes sensibilizimit. Gjatë këtij aktiviteti, në emër të Fondacionit Fëmijët Shqiptar, përshëndeti dhe drejtoresha e kujdesit shëndetësor Elvana Hana, si dhe përfaqësues të bizneseve mbështetëse.